Erdhën 7 personat në maskuar. Të 7 personat na rrethun sikur të ishim një tuf me dele, jo të ishim njerëz, na kërcënuan, gjujtën me armë, na thoshin që ky vend këtu është Vorje Pir, mos harroni, ne jemi që 1914, ne këtu ashtu me fjalë, do ta kujtojmë sa herë. Dhe na mblodhën me fjalë në shqip apo greqisht? Edhe greqisht edhe shqip, biles isha edhe për gjumër si unë dhe të gjithë ushtarët e tjerë me fjalë se ishte një që spritesh me fjalë, ishin gjithë gjumë, unë ngrita për gjumësh dhe në moment që ashtu shikoj dikë me fjalë dhe më drejton armën. Drejton armën, më vën në barkë edhe më thotë që ku janë armët. Nuk e di, thash, jo se s'doja të tregoja sekretin ushtarak, po nuk e dija në realitet. Ju nuk ishit armë atë natë? Ne s'kemi pas asnjëherë në armë.